محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lën humbje nuk ka kush që udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, jeta e kësaj bote ndikon që njeriu të mos ngelet vazhdimisht në të njëjtën gjendje, derisa i përballet me situata të këndshme dhe të pakëndshme. Të këtilla pastaj janë edhe reagimet e tij, e këto reagime jo rrallë reflektojnë edhe në raportin ose në lidhjen e tij me krijuesin e gjithësisë, ashtu sikur se reflektojnë edhe në lidhjen e tij me krijesat e Allahut fuqiplot. Kështu që e vrejmë kur dikush është i sprovuar me ndonjë gjë të pakëndshme, bëhet më i përulur. Tjetri kur sprovohet me të arritura dhe suksese, me begati të ndryshme, nganjëherë harron se ka qenë situatë të vështirë edhe krijohet ose përvidhet më mirë, me thonë një lloj arrogancë tek ai, duke menduar se gjithmonë ka qenë mirë, ose duke harruar se ndonjëherë nuk ka qenë ashtu sikur se është tash. Allahu i madhruar në Kur'anin famadh e përshkruan këtë problematik, edhe e përshkruan njeriu si të kthill. Besoj që secilit prej juve ju ka rastis me lexuar në Kur'an se si disa njerëz kur gjenden në situata të vështira, e që Kur'ani i ilustron nganjëherë me situatën e lundrimit nëpër det dhe trazimit të detit, stuhive, dallgëve të shumta, situata në të cilat njeriu pastaj e shkput lidhjen edhe shpresën me çdo kënd përveç Allahut fuqiplot. Fe idha rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ddin. Kur të hypin në anije, thot ata e lusin Allahun, e thirrin Allahun me sinqeritet të plot. Nuk është shtirje, është e përzemërt. Pse? Për arsye se vështirësia shpeshherë i hap syt njeriu edhe e kupton në radhë parë vetë sa i pavlerë dhe sa i pafuqishëm është, po e kupton gjithashtu edhe sa të pafuqishëm janë të tjerët për t'i ndihmuar përveç Allahut fuqiplot. Andaj në situata të këtilla, edhe ata që rëndom në qetësi dhe në mirëqenie e mohojnë Allahun fuqiplot, në situata të këtilla të jashtëzakonshme, edhe ata thojnë o Zot, o Zot. Kur Allahu i shpëton, ata i kthehen avazit të vjetër. I këtill është njeriu, e këtill është prirja e njeriu, por nuk janë të gjithë kësaj gjithsesi. Për arsye se ai i cili ka zgjedhur që të jetë besimtar, ashtu si duhet, duke qenë rahat edhe në mirëqenie, ai pastaj në situata të krizave bëhet halama besimtar, dhe kjo prap nuk është hipokrizi, përkundrazi, është reaksion i mirëfillt i njeriu. Mirë po, më e keqja ndodh kur njeriu e njeh Zotin në radhë parë, po i njeh edhe shokët e miqtë e dashamirët e të afërmit kur është në zor, ndërsa i harron kur slirohet. Thot Allahu i madhruar: "Wa idha massa al-insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima." Kur njeriu e godet e keqja dhe vështirësia, ai na lutet neve në të gjitha gjendjet që është, shtrit, ulun, në kom, duke hec, duke pushu, duke vepru. Do të thonë çdo moment e shfrytëzon me e lut Allahun fuqiplot derisa e ka kaplu atë vështirësia. Por arsye se vështirësia është e pakëndshme, edhe njeriu nuk e ka gatishmërinë
me nejt në atë gjendje, ka qef me dalë shpejt për i situatave të vështira. Felemma keshefna anhu dhurra, e kur na ja largojmë ati sprovën edhe vujtjen, merre ke ellem jedruna ila dhurrim mese. Ai pastaj vazhdan edhe bëhet sikur as mos me pas qenë kur në vështirësi, as mos me na u paslut kur neve. Kështu thot Allahu i madhruar. Kedhalike zujjine lil kafirine ma kanu ya'malun. Thot kjo ndodh kështu për shkak se mohuesve u zbukurohet një gjendje e këtill. U zbukurohen veprat e tyne. Tash, në fillim të ajetit Allah po thot njeriu, insani, në fund po thot mohuesit, që do të thot se secili njeri potencialisht mundet me qenë i këtill, mirë po ata që e kanë zgjedhur besimin në mënyrën e duhur, ata nuk janë kësaj, për arsye se ai lidhjen me Allahun fuqiplot e ka konfirmuar me një besë të fuqishme, e cila është ngritur mbi bazë të përuljes dhe sinqeritetit, e që e njeh Allahun edhe kur është vështirë, edhe kur është çlirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka udhëzuar shokët e vet, në mesin e tyre Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, i ka thonë: "Ihfazillaha yahfazuk", ruaj Allahun thron ty. Në vazhdim të kësaj porosie thot: "Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shidda", njehe Allahun kur je mirë, do të njeh Allahu kur ke me e pas vështirë. Pra besimtari bën përjashtim prej kësaj, ndërsa krejt tjerët lidhen me Allahun me apo pa dashjen e tyne, mbas edhe nuk janë të vetëdijshëm kur thojnë o Zot, mirë po diçka nga thellësia e shpirtit tyne e bën këtë lidhje funksionale kur janë në vështirësi. Të njëjtën e përmend Allahu fuqiplot në një vend tjetër në Kur'an, thot: "Wa minhum man ahada Allah la in ataytana salihan lanasaddaqanna wa lanakunanna min al-mu'minin." Thot prej tyne ka të atill që i japim besën Allahut fuqiplot. Nëse ti na begaton, nëse ti na jep mirësi, na edhe kena me dhon për hir tonin, kena me ju ndihmu tjerve, po edhe kena me qenë vetë burra të mirë dhe besimtarë dhe të devotshëm. Falamma atahum salihan bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ndërsa kur Allahu ata i begaton, ata fillojnë me u tregu koprac, ja kthejnë shpinën Allahut me refuzim. Kjo nuk do të thotë që njeriu mundet me e mashtru Allahun në asnjë mënyrë. Por njeriu e mashtron veten e vet për shkak se Allahu funit, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ju dhon të gjithë njerëzve, sikur të gjithë njerëzit do të dilnin një fushë, edhe secilit do t'i parashtronte kërkesat e veta, jo thjesht veç kërkesa reale, po edhe kërkesat bazuar në imagjinatën e tyne, në lakminë e tyne të skajshme, dhe Allahu t'ja u plotësonte të gjithëve. Ajo në asnjë mënyrë nuk do ta paksonte atë që Allahu i madhruar posedon edhe ka. Do të thonë, dikush thotë o Zot, nëse ti më jep, unë kam u bë burr i mirë. Allahu i jep, ai ja kthen shpinën. Nuk e ka mashtruar Allahun kë. Ky e ka mashtruar vetveten. Por arsye se njeriu nganjëherë, duke qenë i mashtruar, mendon se veç njëherë në jetën e tij ka nevojë për Allahun. A nuk e din i shkreti se në çdo frymëmarrje ka nevojë për Allahun, në çdo hap tjetës ka nevojë për Allahun. Në çdo çast, moment, në çdo ditë e javë, muaj e vet të jetës, edhe jo vetëm të kësaj, por edhe të jetës së përtejme ka nevojë për Allahun fuqiplot, kështu që nëse në rrethonat njerëzore dhe në relacionet njerëzore është një njeri ka dera e cilit kime i ra për çdo ditë, e mashtron një herë, mos mendo që mundesh me i iksa, ai mundet me ta qit pritën prap të dera e tij se s'ki ka mja maj. Ndërsa me Allahun fuqiplot kjo është hala më serioze, madje pa krahasueshëm, për arsye se gjonat në raport me Allahun nuk krahasohen, por ne nganjëherë detyrohemi me marr shembull vetë thjesht sa me i kuptu gjonat. Një njeri i cili ja kthen shpinën Allahut fuqiplot e ka tralltu premtimin e vet, e ka tralltu besën e vet, edhe në një farë mënyre ja ka humb vetës mundësitë tjera. E kjo padyshim që është shumë e rrezikshme. Besimtari e ka një balans në jetën e tij. Besimtari e ka një ekuilibër. Ai e njeh Allahun edhe kur është çlir, e pastaj si rrjedhoj
e njeh Allahun, po e njeh edhe Allahu atë kur është në vështirësi. E kemi përmend shpesh herë shembujt e pejgamberëve të Allahut të gjithëve, pa përjashtim, e kemi përmend shembullin e Yunusit alayhis salam, i cili nga fundi i detit e ka madhruar Allahun fuqiplot dhe madhrimi i tij është ngritur në qiell, e melaçet e kanë dëgjuar, kanë thonë o Zot, po e ndëgjojmë një Zot të ngjofshëm, po na vjen prej një vendi të çuditshëm. Edhe Allahu po ju thot, pikërisht ai Zot cilin ju e njihni, ai është. Vetëm se ka përfunduar në fund detit për një vendim timen, vendim të Allahut fuqiplot, andaj melaçet thonë, a është ai robi i mirë, ai Yunusi, veprat e mira të cilët ngriteshin në qiell mëngjes dhe mbrëmje çdo ditë, thot po ai është. Fillojnë edhe melaçet me u lut për Yunusin alayhis salatu wassalam. Është shumë e rëndësishme të nderuar vëllezër, me qenë i njoftun tek Allahu fuqiplot me vepra të mira, e me fjalë të mira, e me qëndrime të mira, e me bindje, e me besim të drejtë, e me mirësjellje, solidaritet e bamirësi, në mënyrë që pastaj kurdo që kemi nevojë, e gjithë kemi nevojë për Allahun e madhruar, Allahu të na përgjigjet, të na gjendet pikërisht ashtu, ose edhe më mirë se sa e dëshirojmë edhe e mendojmë. Allahu i madhruar na udhëzoft ka më e mira dhe më e mbara, na mundsoft që të jemi në rrugën edhe në linjen e duhur me të jemi të përzemërt edhe të sinqert vazhdimisht, ashtu që pastaj në çdo vështirësi Allahun e madhruar ta kemi afër dhe në anën tonë. Vështirësitë përndryshe janë pjesë e jetës së kësaj bote dhe nëpërmjet tyre Allahu i madhruar vetë dhurata u jep njerëzve dhe robërve të vet. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vete edhe për ju, andaj dhe kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Jetën tonë të përditshme edhe në relacionet tona, të rrafshit, mundëm nga njëherë me unë ngatru për arsye se diqysh kemi nevojë gjanat me i bë me reciprocitet. Për shembull, sa do të afërt edhe dashur që të jemi ndërmjet vete, ne nuk e tolerojmë, nuk e durojmë njërin me qenë mos mirënjohës. I ke bë mirë, edhe s'ta din të mirën, herën tjetër nuk i bën mirë. Je sjell mirë me ta, je sjell keq me ty, herën e dytë nuk e jep mundësinë, e kështu me radhë. Allah i madhruar robërve të vet ju jep mundësi vazhdimisht. Dhe Allah i madhruar në mënyrën më të mirë ju ka premtuar dhe i ka josh robërit e tij. Pra nuk është kur themi ne duhet me njoft Allahun kur je lirë, por me të njoft Allahu kur je në vështirësi. Nuk është kjo logjika e shantazhit, se Allah i madhruar funi funit është sovrani absolut. Është zotruesi i gjithçkaje dhe ai bën edhe vepron edhe vendos çka don në mënyrë të pavarur. Mirë pa Allah i madhruar në të gjitha rrethanat u përgjigjet robërve të vet. Edhe atëherë kur ai e din se kur janë konë rahat se kanë njoft Allahun e tash në vështirësi po i drejtohen, Allahu prapë u përgjigjet. Mirë po më mirë se kjo, shumë më mirë se kjo, është ajo që Allah i madhruar na ka premtuar. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Kur të pyesin ty o Muhammed robët e mi për mua, unë jam afër. I përgjigjem thirrjes së thirrësit kur më thret, lutjes së lutësit kur më lutet. I përgjigjem, kjo është premtim hyjnor. Nuk ka qit këtu Allah i madhruar kur far kushti. Thjesht ud'uni astajib lakum, thot Allah në tjetër vend në Kur'an. Mu lutni unë ju përgjigjem. Ato kushte tjera ato vlen për neve, na do të me i ditë, edhe na do të mja qitë vetës, edhe mja kujtu vetës, për arsye se për fajin ton mundet me uvonu përgjigja, ose për fajin ton mundet me uvonu zgjidhja e problemit, ose te i kalimi i hallit edhe i vështirësisë. Allah i madhruar në përgjithësi na premton gjëra të mrekullueshme, të atilla që s'kishim ditë as vetë me i lyp, jo prej tyre është ajo që Allah i madhruar ka thonë: le in shakartum la azidannakum. Nëse tregoheni mirënjohës, unë gjithsesi do t'u ashtoj juve begatitë e mia. Nëse tregoheni mirënjohës, gjithsesi do t'u ashtoj begatitë e mia. Nuk ka më mirë se që kjo. Allahu na ka begatuar në herën e parë, edhe ne ndihemi borxhli me e falënderu. Ai s'na ka borxh më kur gjë. Mirë, por nëse e falenderojmë, ai ka më na shpërbly edhe herën tjetër, e kësaj nuk do të ndalen të mirat e Allahut të madhruar, dhe Allah i madhruar përfundimisht premton: hel jazaul ihsani illa al ihsan. Bamirësia ose mirësia të cilën ju e bani o robër, o njerëz,
o krijesat të Allahut fuqiplot, nuk mundet me pas shpërblim dhe epilog tjetër përveç mirësisë edhe bamirësisë. Ajo kur është prej anës tonë, gjithsesi është e kufizume, mund tjetë edhe e mangët, por ajo kur vjen si rezultat prej Allahut fuqiplot, ajo është e përkryer, andaj të gjitha rrethanat i avlen që me Allahun e madhruar me qëndru në lidhje dhe atë në lidhje të mirë, cilësore, të përzemërt dhe të sinqert. Allahu na dhuroft sinqeritetin në fjalë edhe në vepra. Para se të përfundoj, kam një kërkesë prej imamit të Shipolit, Mulla Fatmirit, kanë fillu disa renovime me i bon në xhami, e kanë kërku prej neve për krahje, nuk do ta qesim posteqin, por kushdo që ka vullnet edhe mundësi, mund të drejtoni te hoxha i nderuar për të ndihmu renovimin e xhamisë së Shipolit, e cila gjithsesi ka pas nevojë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.